Këtu kemi mbjell kulturën e shalqinit. Testimin e hibrideve të shalqinit. Të reja? Testimin e hibrideve të reja, të pa provuara ndonjëherë. Për nga ana e sasisë, cilësisë dhe qëndrueshmërisë. Këtu kulturën e shalqinit ne kemi bërë me shartim. Do të thotë që në shartesa ka disa avantazhe kryesore. E para është që rrit prodhimin, e dyta është e mbron nga temperaturat e ulta, e mbron nga temperaturat e larta, rezistent ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve dhe ka hershmërinë që del shumë herë shpejt dhe rrit shumë prodhimin. Mund të më thuash nga të gjitha llojet e hibrideve, a ka ndonjë fidan që është farë autoktone shqiptare? Po, kemi mbjell dhe pjesa poshtë është, po doni vemi dhe shikojmë atje, po do vi çfarë hibridi jemi? Kemi autoktonet, do më thënë domate, spec, patligjan të vendit, që i kemi mbjell edhe ato dhe i ruajmë ato, do më thënë janë resurse gjenetike që ruan dhe ne her pas here bëjmë ripërtëritjen e tyre për të ruajtur materialin gjenetik. Këtë ishimi me domaten zëmërkau dhe kemi të ndarë me fragmente. Më tej kemi domaten Agimi, domaten Dombo, C35 dhe Tirana. Janë domatet më të mira që ekzistojnë sot në Shqipëri. Do thosha prap me të fanatizmin tim, mbillni vetëm kulturat dhe farat autoktone. Cilësia është e pakrahasueshme me asnjë gjë tjetër. Ju lutem, na ndihmoni që dhe ne dhe fermerët të tjerë që të bëjmë shpërndarjen dhe rujtjen. Çfarë prodhimesh mbyllen tani në pranverë në fushë dhe kur del me çfarë çmimi këto që janë tani pas sa kohësh? Tani në këtë sezon të pranverës kemi filluar me mbjelljen e perimeve në fushë, duke filluar që nga speci, nga domatja, nga patligjani, kemi mbjell qepën, kungullin e fushës, shalqinin me tunele. Dhe është periudha më e përshtatshme për mbjellje dhe për rritjen e ecurinë rritjes së zhvillimit të bimëve. Kur dalin në treg për konsumatorët këto prodhime? Tani në treg këto do të kalojnë disa faza dhe në treg këto dalin sipas rritjes dhe zhvillimit dhe periudhës vegetative që kanë secila prej tyre. Që afërsisht i bie në muajin qershor, fundi majit, fillimi qershorit. Dhe korrik, sepse ndryshojnë, për shembull, kemi spec të hershëm, kemi të mesëm, kemi të vonë, kështu që të gjitha janë me cikle të ndryshme. Që të bëja ka variacione të reja këtë vit apo të njëjtat që kanë qenë? Ne, si që të bëja, kemi po eksperimentojmë këtu në këtë fushë që po shikoni ju, testimin e hibrideve të kulturave të ndryshme, të hibrideve të specit, të domates, të patligjanit, testimin për nga ana e prodhimtarisë, për nga ana e hershmërisë, për nga ana e cilësisë dhe për nga ana nga ana e sasive, të cilësive të prodhimit, që tham, dhe rezistencës ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve që ka secila kulturë. Kjo është më e rëndësishme. Ka ndonjë produkt që s'është mbjell? Kemi ndonjë fidan që për herë të parë po eksperimenton? Jo, ne kemi testime të reja që nuk janë futur ndonjëherë në prodhim dhe aktualisht këtë do testojmë. Prandaj kemi mbjell të gjitha këto për t'i testuar. Domethënë që të bëja çfarë po eksperimenton, cilat janë llojet e bimëve autoktone? Po, atëherë këtu jemi në bazën eksperimentale të QSB-s Lushnjë dhe konkretisht ne jemi në fazën e mbjelljeve të eksperimenteve. Kemi pak më para janë hibridet, testimin e hibrideve në kultura të ndryshme, në kungull, domate, spec. Këtu jemi në farat autoktone. Ne një nga qëllimet e qendrës dhe kryesisht sektorit farnave është ripërtëritja e materialeve gjenetike dhe sidomos atyre autoktone. Dhe këtu jemi kryesisht me specin të laknas, një spec tipik i zonës Tiranës dhe ne jemi të interesuar që këto lloj fara autoktone t'i ruajmë dhe t'i ruajmë me një fanatizëm të thosha.
që është për të ardhur keqe që sot këto fara janë shumë të ralla. Këto janë aset kombëtar. Nga prodhuesit. Nga prodhuesit jemi pak realistë, nëse një fermer ka sipërfaqe të mëdha për të mbjellë me perime, ata janë të destinuar drejt hibrideve, se normalisht është investimi i madh dhe duhet volum. Ndërsa këto realisht janë farët autoktone dhe janë për fermat e vogla, kryesisht në zonën e Miqeqes, po edhe në zonën e Veriut, kohët e fundit po na kërkojnë shumë fidan. Dhe ne bëjmë demonstrimet në çdo cep të Shqipërisë, në Peshkopi, në Korçë, në Sarandë, dhe nga vitin vit ne arrim dhe thonë që ore janë shumë të mira, dhe realisht janë shumë të mira. Janë rritur kërkesat? Po, edhe një kërkesë tjetër ne kemi nga agroturizmi. Kudo që vëmë në çdo agroturizëm, na thonë, por na gjeni pak farë. Unë me rastin që më jepni sot me këtë intervistë, u bëj thirrje të gjithë të vinë në qendrën e trasërimit të teknologjive bujqësore Lushnjë, se këto fara ekzistojnë. Dhe ne po i ruajmë fanatizëm. Kjo është një punë e trashëguar, sot po e bëj unë, nesër do bëj të tjerët, por do ju lutesha të gjithëve që këtë farë ta ruajmë. Ta ruajmë edhe ta ruajmë me fanatizmin më të madh.